Antonella Hako, mirë se erdhe në Food Lovers podcast. Të falenderoj shumë për ftesën dhe të përgëzoj për këtë nismë të re, se ti njihesh që bën her pas here revolucion me ëndrat e tua. I çon ato atje ku ke menduar, po kam përshtypjen që nuk e ke kapur limitin. Në fakt limiti është shumë larg. Prandaj po them. Po e provoj, e tentoja, e fus veten në një lloj sfide që më pëlqen her pas here. Edhe pse në fillim e mallkoj veten, them po tani, pse nuk rrin rehat. Jo. Në natyra si e jotja, që e shtyn veten përtej limiteve, e para njerë nuk ka vënë mallkimi, fare, as gjykimi, as sharja. Ti i bën analizë vetes dhe punës tënde që çfarë ke bërë deri tani dhe çfarë mund të bësh më mirë, dhe një analizë e thellë pa egoizmin e të krahasuarit me dikë tjetër të çon përpara. Ti Ardeta je vetvetja, analizën e punës tënde e bën vetë, se çfarë ke ndëruar dhe se ku do shkosh e di vetë. Kështu që unë po pres kush do jetë emisioni radhës. Aty radhës. Gjithmonë do ta shohim. Po gjërat bukura janë, kjo është e sigurt. Deri tani të bukura kam parë. Jam shumë e lumtur që të kam përballë një tavolinë ndryshe, jo nga ajo që kemi ndarë deri më tani. Unë të njoh prej shumë kohësh, por sfundmi edhe si një mikesh shumë të mirë dhe shumë suportuese në fakt, dhe gjej rastin të të falenderoj. E kam dirë suportin tënd në shumë çka. Pavarësisht pozicionit që ti mban sfundmi si CEO dhe drejtor ekzekutivi i dhomës ekonomike të gruas, ku unë aderoj. Jo vetëm aty, sepse antarët besoj të gjitha e ndjejnë suportin tënd, por unë kam dirë dhe diçka më shumë se sa kaq. Një dashamirësi edhe një afeksion që e kam vlerësuar dhe do doja shumë të falenderoja. Kjo nuk është për të bërë qokon, absolutisht. Kjo është, unë jam përpjekur të evidentoj dhe të marrë në Food Lovers persona që unë i vlerësoj, njerëz që kanë bërë revolucion në këtë industri ku ne operojmë, dhe pse jo, e kam nisur tek njerëzit që unë i njoh dhe nga afër. Jo a di historinë shumë më tepër se sa një figurë që mund ta kem dëgjuar prej tjetër kujt. Kështu që kështu e kam nisur, pa dashur për të bërë për të marrë vetëm njerëzit që njoh, por që fatmirësisht janë njerëz që unë i vlerësoj, edhe dua që ti evidentoj dhe t'ju jap zë nëpërmjet Food Lovers podcast, të kësaj lloji industrie, sepse zërin ato e kanë në çdo gjë që kanë bërë dhe zëri i tyre ka vajtur shumë më larg se sa kaq. Por përtej së gjithash, doja të ndanim këtë lloj bashkëbisedimi bashk, si një sipërmarrëse shumë e hershme, me sfida të jashtëzakonshme që nga koha e 90-s, ku duket sikur ka kaluar një shekull në fakt. Dhe po ta mendosh, nuk e di, doja të pyesja, e kishe menduar më përpara dikur që do gjendeshe kaq realizuar me sfida aq të mëdha për ta futur veten dhe për të kaluar çdo lloj pengese që ke hasur dhe për të arritur sot këtu ku je. Një zonjë e përmbushur në të gjitha aspektet, kështu si e shoh unë. Brezi i sipërmarrësve si unë i takon një periudhë atje te 90-ën, unë kam filluar në 94, në 90-ën kam qenë në emigrim, kam qenë nga emigrantët e parë që kanë ikur nga Shqipëria, që sigurisht nuk e gjeti veten atje ku shkoj. Për pak vite u kthyem bashkë me tim shoq. I takon, sigurisht nuk e kisha menduar biznesin, sepse edukimin universitar e kam përfunduar në kohën e diktaturës, ku ne mësonim pak nga kapitalizmi, ato çfarë na servire, ku sigurisht informacioni ishte inexistent ose shumë i rezervuar, i pa aksesueshëm, s'ka lidhje me çfarë informacioni marrim sot dhe sa shumë
fije hyrëse kemi në trurin tonë për gjithçka që duam dhe për gjithçka që na nevojitet. Por e pata menduar veten time një drejtuese, ndoshta dhe deri në drejtor ndërmarrjes, sepse një nga aftësitë që tani e kam të vërtetuar që e kam, është menaxhimi i burimeve njerëzore dhe i situatave me qetësi. I çdo situate që mund të ndodhi në një marrëdhënie pune. Hallka më kyçe në një biznes. Po, dhe unë i vlerësoj shumë marrëdhënien me njerëzit, e kam shumë të rëndësishme. Madje shpesh herë më kanë etiketuar dhe si zemërbut, por nuk ka lidhje me të qenurit zemërbut, por ka lidhje me të gjykuarit me kujdes dhe të analizës të gjithë situatave se si ndodhen. Mund të jenë situata konflikti për hatër të punës, mund të jenë situata që shpesher degradojnë dhe ti duhet të gjykosh, deri ku ato kanë cekur dhe prishur standardin me të cilën drejtohet kompania. Dhe në këto e gjom, domethënë shpesher në situata të tilla, më është dashur që të gjykoj me qetësi për të mos marrë vendime ekstreme, po sigurisht që vendimet mbasi merren janë të pakthyeshme. Sigurisht. Edhe pse unë përpiqem që të gjykoj me të ftohtë, sidomos kur bëhet fjalë për njerëzit. Prandaj në atë kohë deri te drejtues ndërmarrje mendoja veten. Pastaj erdhi një kapitull i ri për të cilin neve ishim të papërgatitur për sistemin që po vinte, ku ti duhet të adaptohesh me një gjë të re, të ndroje le të themi në një farë mënyre profesion. Unë kam mbaruar ekonomi financë, sigurisht që nuk ndrova profesion, se rrugës të biznesit e kapa dhe hyra prapa atje, po ka patur shumë nga brezi im që kanë përfunduar shkollat për diçka tjetër dhe pastaj i kanë hyrë biznesit dhe janë dashur të trajnohen dhe të mësojnë gjëra të reja rrugës për shtatër, po të marrin totalisht tjetër drejtim. Gjithsesi, fakti që kemi qenë të arsimuar mirë na ka ndihmuar për t'i marrë gjërat me radhë, me të shkruar dhe me të lajna. Pra, çdo punë që përcaktonim për ta bërë, nuk e nxitonim që të merrnim brapin. Sigurisht që prisnim edhe të gabonim, se kemi qenë shumë të rinj kur e kemi nisur këtë punë. Kur u them fëmijëve të mi sa vjeç kam qenë kur e kam nisur, e kam parë veten në biznes dhe le të themi drejtues të një grupi të vogël njerëzish, nuk është që më shikojnë të habitur, po edhe një lloj kështu emocioni vazhdoj ta kem akoma. Sepse në një moshë shumë të re ti duhet marrësh vendime shumë të rëndësishme, të cilat janë vendime për vazhdimsinë e jetës tënde, por kur ti drejton dhe një grup njerëzish, nuk të përkasin vetëm ty më. Ti mbas kësaj mban përgjegjësi dhe për ata që të kanë besuar ty të jenë pjesë e asaj ati biznesit vogël kur ishte i vogël dhe pastaj ti rritesh, po nuk rritesh vetëm, rritesh bashkë me njerëz dhe ata njerëzit sa më shumë besim të kenë tek ty, aq më shumë rritet dhe përgjegjësia jote karshit tyre. Sepse un kam sot punonjës në kompani që kanë mbi 20 vjet që punojnë. Kështu që kjo është arritje. Shumë e bukur dhe shumë sfiduese në të njëjtën kohë të bësh biznes në vitet kur ne nuk e kishim idenë se si bëhej biznes. Por tani tek po flisje, po përpiqesha të kuptoja nëse ishte favor ky atëherë do të bërit biznes atëherë, pra që çdo gjë ishte e pa zhvilluar, e pa ezauruar, e pa eksploruar. Ndërkohë në një kohë ku vim sot ku çdo gjë është bërë dhe duket sikur realisht është bërë gjithçka edhe dikush që është një sipërmarrës i ri që do të krijojë një gjë të re, thotë po çfarë? Çfarë mund të sjellë ndryshe, çfarë mund të bëjë të re kur çdo gjë është realizuar? Dhe përpos anës tjetër negative të mungesës informacionit, të mungesës eksperiencës, besoj që kjo ka qenë një lloj favori për të pozicionuar dhe për të gjetur një hapësirë në treg të pa zënë.
Unë po flas për industrinë, për sallamerin ku neve hym pak më vonë, sepse nuk e kemi nisur me njëherë me prodhimin e sallamit. Sfidë ishte fakti, nuk e quaj dot favor, po ishte përkundrazi momentet e para kur ti të duhet të bazohesh në një standard prodhimi, në një standard në mënyrën se si funksionon biznesi, në një standard në një standard se si duhet të trajtoheshin faturat, marrëdhëniet, kontratat. Sigurisht që e kishim një lloj përvoje shumë të vogël nga diktatura, sepse nuk patëm rastin që të punojmë gjatë, ishim të rinj. Por shpeshherë para shumë vitesh e pata thënë tim shoqi në një bisedë që ne prindrit, edhe unë dhe im shoq, i kemi patur të arsimuar me universitet, mjek, profesor, mësues, shumë të mirë, na kanë edukuar shumë mirë, por nuk dinin më shumë saq. Domethënë, ata na patën edukuar me ato parimet mbi të cilat ne u bëm qytetar shumë të mirë. Por se çfarë ishte biznesi, se çfarë ishte rreziku për të ndërmarrë një biznes, për ta zhvilluar, për ta investuar, për ta çuar përpara, atje nuk dinin absolutisht fare se çfarë të na thonin. Madje se sot të duash të bësh një biznes, si fillim ti i tregon fëmijës ose një të riu që përpara se të nisësh biznesin, do bësh një plan biznesi, do bësh një research të tregut, do shikosh çfarë ka në fushën që ti kërkon të hapësh biznes, do t'i analizosh dhe pastaj do masësh forcat, shkon më përpara, do sjellësh risi, apo do bësh një gjë më të mirë se kjo që është tashmë në treg. Kështu është vlera e shtuar pra që ti do t'i japësh me biznesin ton. Atëherë s'kishte asnjë gjë. Kjo ishte, le të them, një lloj disfavori, por ishte favor që tregu ishte i hapur dhe jo i hapur. I hapur sepse të etur për të patur shumë llojshmëri si në ushqime, si në veshje, si në gjithçka. Filluam të largoheshim nga tradita dhe nga prodhimet vendase, sepse edhe nuk pati ato nuk kishte mundësi. Ato pak prodhues që gjetëm ne në 94 nuk e ngopnin tregun. Madje një pjesë nuk janë fare sot, pak kanë evoluar dhe kanë rrit standardin dhe janë kompani të mëdha. Pak u rritun me kohën. Po, dhe ishte gjithë tendenca për të konsumuar sa më tepër le të themi produktet huaja. Dhe ishte shumë i fuqishëm importi i këtyre produkteve që zinin peshën më të madhe në treg. Sot pothuajse nuk janë fare, kanë dalë nga tregu. Sepse për fat të mirë prodhimi vendas i superoi dhe tregoi që ne kemi shije tjetër dhe ju përshtat shijeve të vendit. Por atëherë ishte e vështirë. Ishte shumë e vështirë sepse kishte kaq shumë importe, po kaq shumë dhe ishte nga që pas një lloj pengese, pra çdo gjë pengese absolutisht, po ishin dhe firmat piramidale dhe deri në 97-ën ishte leku sheshit. Qarkullonte shumë. Qarkullonte dhe njerëzit shpenzonin dhe madje ne kur kemi filluar në fillim në 94 në tetor, nuk gjenim njerëz për punë, asnjë. Me rrit mirëqenia. Po nuk pranonin, mbati unë kam dëgjuar nga ato shprehje që thosin, për aq më, po unë ri në shtëpi shoh telenovela sa aq i marr në fund të muajit nga lekët që kam çuar me përqindje. Kjo ishte disfavori i asaj kohe që duke sikur ti notoje në bollëk dhe sikur çfarëdo që të prodhohej do konsumohej, por në fakt kishte një dëshirë të madhe për të konsumuar gjithçka jo shqiptare. Dhe një lloj rahatie të pajustifikuar për të ndënjur në shtëpi dhe për të mos punuar, parazituar. Dhe unë mendoj që ajo periudhë e firmave piramidale e parazitizmit, se edhe shumë bukur, filloi ishte le të themi qelisa mbi të cilën humbi edukata e punës. Pavarësisht që unë kam bindjen që kur ndruan sistemet, mbyllja e fabrikave
dhe mosvonja e tyre në punë sikurse bën shumë nga bondet e tjera të lindjes. Gjëja e parë që bëri jo vetëm që shkatroi edukatën e punës të faktit që punonin në komunitet, nuk shkatroi vetëm komunitetin në punë, por shkatroi dhe komunitetin në jetesë. Pra të komunitetin që kishin komshiu me komshiu, që reflektua në stil jetese, që kujdeseshin për pemët, që kujdeseshin për lulishtan, që kujdeseshin për ambientet e përbashkëta, për pastrimin, për gjithçka, që kujdeseshim dhe le të them i hidhim nga një sy fëmijëve të njëri tjetrit. Filloi të mbas ajo qytetaria sapo gjetëm hapësirë për të dalë në gen. Po, për të dalë në gen, për të qenë shumë vetëm, dhe pastaj filluam dhe këtë që gjithse kush kërkonte të bënte, grekët i thonë afendikojnë. Pra, filluam të sulmonim të gjithë, hapnim dyqane, farmaci, parukeri, kioska, gjërat vogla, mjafton që të kishim një gjë që të ishte vetëm e jona, që ta drejtonim vetëm ne, pa çka që ajo gjëja e vogël nuk ishte standard, ty nuk të jepte të ardhura më shumë se sa po të punoje diku në një pagë mirë. Ajo na bëri pastaj që të humbisnim edukatën e sigurimeve shoqërore, edukatën e marrëdhënieve me shtetin, edukatën e detyrimeve që kanë ndaj shtetit për të paguar energji, tatimin, takson, gjithçka që duhet funksionojë. Po këto nuk e bëm kështu papritur. Kjo erdhi bashkë me mënyrën se si u ndërtua ekonomia, me mënyrën se si u shkatruan gjëra, se si u shpërbë, dhe kur ti të duash të mbledhësh copsat e qelçit që janë thyer, janë shkërmoqur, është shumë e vështirë. Vazoja e qelçit po u shkërmoq, mendoj unë, ose po të kujtohet nga fëmijëria kur e thyenim gjithë sa të duash, ajo nuk bëhet më siç ka qenë. Kupton, duhet ta mos ta lësh deri në atë grad. Në një shumë vite përpara, në një intervistë shkrim që unë patën kërkuar në një nga revistat, dhe më pyetën ka shumë vite, ndoshta 15, për gruan. Dhe vazhdoj ta kem bindjen që e gjithë këtë copëzimi i ekonomisë, e gjithë kjo shpërbërje, të keqen më të madhe ja u bëri grave. Pse? Sepse momentet e para, kur ti mendon që po paraziton dhe ato lekët që ke futur tek firmat piramidale të dalin, nuk kupton që ke filluar të humbasësh të folurin. Pra gratë u kthyen në shtëpiake. Se të jesh shtëpiake nuk është në një turp. Nëse ti e bën për zgjedhje sepse duhet të rritësh fëmijët për një kohë, për një periudhë të caktuar, kjo është okay. Po nëse ty të mbyllin në shtëpi, sepse ti nuk ke çfarë pune të bësh, sepse ekonomia të ka nxjerr si fuqi punëtore, atëre kjo po të kthen në ignorancë. Si një dëm maksimal. I ktheu në ignorancë, sepse e tregoj koha që kur firmat piramidale s'ishin më, pra nuk ishin më ato interesat, por përkundrazi u gjendën jo vetëm zbuluar, por u gjendën shkatëruar, të dal nga tregu i punës. Totalisht nga tregu punës, por shumë programe filluan të pranonin dhe dhunën. Dhe kur ti mbyllesh në vetvete, kur ti të mbyllesh në shtëpi, kur ti nuk ke mundësi të komunikosh me një grup shoqesh, kur ti nuk ke mundësin të ndihesh e gëzuar që po kontribon për diçka. Çfarë do lloj gjoje që të jetë ajo, se puna nuk është turp, mund të bësh çdo lloj pune, tek e fundit bën atë punë për cilën jemi të aftë për ta bërë. Investohesh në një bashkësi, ti i përket një bashkësie, investohesh në atë bashkësi, pra merr pas dhe kënaqësinë, por ndërkohë komunikon, pra mëson gjëra të reja, mund të komunikosh për një libër, po komunikon për probleme të ndryshme që ka fëmijët, që kanë adoleshentët. Je gjithkohës me një mendje e cila punon, me një tru i cili zhvillohet, shkëmbet. Ke një lloj interaktiviteti me shoqërinë. Dhe kjo u zhduk kaq keq sa që pastaj të tëra pasojat, edhe më mënyrën se si filluam të kthehemi mbrapsht në edukimin e fëmijëve, në ndarjen e edukimit djalë-vajzë, në disa gjëra të tjera që sot
vazhdojmë t'i kemi dhe që jemi kthyer për t'i luftuar, ne mos harrojmë që ne kemi akoma në zona që kanë filluar të mos dinë të shkruajnë, janë analfabet për arsye të ndryshme që të mos i hyjmë kësaj historisë. Dhe në atë shkrim e kam thonë që nëse ka ndonjë gjë që është bërë, që është krim i madh, është kjo. Sepse sot, ja ku jemi kthyer fuqimisht tek 50% i shoqërisë që është gruaja, e cila jo vetëm që është super e aftë si fuqi punëtore, por ka një inteligjencë të paparë. Në fund fare, janë ato që edukojnë fëmijët. Pra, si mund të mos i besojmë ne inteligjencës, gjuarësisë, forcës së grave, kur i kemi besuar familjen dhe fëmijët, pra i kemi besuar të ardhmen e shoqërisë. E thash këtë, sepse e di që të më pyesësh dikur që në kompaninë Hako, sa vajza ose gra ke të punësuar? Të gjitha. Në administratë, pjesa administratës është e gjitha për vajza. Ekonomist, drejtor finance, drejtor cilësie, drejtor prodhimit, krye-inxhinierët, teknologët janë të gjitha vajza. Një pjesë e tyre kanë 20 vjet, ka tjera që kanë kaluar 10 vjeçin, 15 vjeç, do të thonë kanë vite. Kanë ardhur studenta ose kanë ardhur për të bërë masterat dhe pastaj janë afaksionuar kaq shumë mbas punës dhe kanë parë që le të themi profesioni i vërtet është atje në prodhim, sa që nuk kanë pranuar të ikin për shembull për të qenë pedagog ose për të punuar në një zyrë tjetër. Dhe ajo që nuk kemi bërë asnjëherë ka qenë diferencimi në pagë, pra të diferencosh në pagë për punë të barabartë nëse ti je grua apo burr. Për pagë të barabartë, për punë të barabartë kanë marrë të njëjtën pagë. Madje e kujtoj veten shpeshherë në vitet e para të prodhimit, se sigurisht që s'kam punuar në zyrë, e kam punuar në prodhime, i kam fut duart nëpër makineri deri këtu, kam shkarku makina. Të gjitha proceset pra, nga fillimi. Nga fillimi deri në fund. Se tani janë automatike, këto vajzat e reja që vi nuk e ashtu, po të hau 3 koshtë. Sa ka kaluar për të ardhur puna deri aty. Tani janë gjitha me butona, e vë, e ngre ai, e hedh, nuk as vajzat as dia, po më përpara ngriheshin me krah. Dhe dikur për shembull ka patur më shumë djem në repartin e prodhimit, edhe për arsyen që të mos ngrinin vajzat pesha. Pra, një nga gjërat që pata ndaluar në mënyrë absolute ishte ngritja e peshave nga vajzat, nga gratë. Do thuash ti, po tani kjo pjesa, po sigurisht që forcën fizike burrat e kanë më të madhe. Të nuk tani se mohojmë dot. Nuk është që po ju bëja. Tani ato ishin vajza treja. Duhet të një pjesë gjëra. Tani le të qëndrojmë sa e punë për burra, është punë për burra. Sot janë automatike, nuk ka nevojë të ngren. Pesha fare. Nuk diskutohet, po atëherë për shembull dhe kisha dhe madje po të shikoja ndonjërin, i të riqa vëmendje nganjëherë ngrija dhe zërin. Dhe thoshe juve duhet ta kuptoni që unë që e them dhe unë që e bëj, e kam një qëllim, se nuk ta jep sot, por është e një periudhë tjetër që do ta ndjesh në një moment dhe unë e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë, që domethënë të mos trajtoheni dhe të mos e çoni shëndetin në fund për hatër të një pune dhe për hatër të një page në fund të muajit. Shëndeti është gjithkohës më i rëndësishëm. Meqense po flasim për gratë dhe vajzat, koha e ka treguar, por jo vetëm koha, pra ne kemi eksperjencat tona që vajzat me njëra tjetrën, gratë me njëra tjetrën nuk janë aq miqësore, për të thënë vërtetën, sidomos kur janë në poste drejtuese apo kur kanë diçka në dorë. Fatkeqësisht është kështu. Dhe nisur nga eksperjencat e mia personale. Ne po ndajmë, po bëjmë një bashkëbisedim, kështu që le të flasim për ato çfarë ne dimë më shumë se sa për çfarë ne kemi dëgjuar. Si e ke ndjerë ti këtë pjesë? Si e ke parë mbështetjen, apo e ke marrë ndonjëherë mbështetjen nga femra, flas në fillimet e tua, se tani je ti ajo që jep mbështetjen për vajzat dhe për
gratë. Tani unë do të kujtoj që kur ato pak muaj që kam punuar në kohën e diktaturës, kam patur shefe një vajzë të re, që mund të ishte ndoshta 2 vjet sipër meje, kishte mbaruar. Edhe me thonë drejtën, mua më ka suportu. Ka qenë shumë e kujdesshme. Nëse do t'i kërkoja diçka për të më ndihmuar, më ndihmonte, por ndoshta kjo ishte edhe sistemi. Atëherë ti nuk kishe frikën që do të merrte dikush vendin e punës. Ose Kishe tjetër siguri. Ishte tjetër lloj sigurie, ti s'mbeteshe kur pa punë. Punën tënde do ta bëje. Karriera ishte deri shef finance, nuk shkoje dot më shumë. Që të bëhesh drejtor duhet ishte edhe sekretar partie, po do të ishte edhe meritokracia në mes, eksperjenca, ishin tjera gjëra. Që tani që jam e pjekur dhe që i kam kaluar, mendoj që nuk ka ekzistuar meritokracia as atëherë. Thua? No. Dhe them me shumë bindje. Kurse e gjithë historia ose e gjithë rrjedha e bisedës që bëm deri tani. Por unë mendoj që kjo mos mbështetja e gruas, e grave me njëra tjetrën, nuk është vetëm shqiptare. Jo domosdoshmërisht. Eleanor Roosevelt ka thënë ka një ferr për gjitha gratë që nuk mbështesin njëra tjetrën. E tani kishte dalë edhe një vip tjetër, Victoria Beckham, që e lexova, thash, nuk kam kohë për të humbur për gratë që nuk të mbështesin, sepse me sa duket. Ajo e likse pak dhe me komplimentat në fakt. Po mirë sa ajo ma gjithsesi. Unë mendoj që ka që bota vazhdon të jetë maskiliste. Jo aq e shprehur sa shumë vite përpara, sepse sa duket i ka thirrur mendjes, ose më sa duket gratë më në fund kanë folur, e kanë ngritur zërin dhe kanë marrë vendimin që po. Është minimizuar distanca. Ne jemi dhe juve duhet të dëgjoni. Ne jemi dhe ne mund të marrim vendime të rëndësishme. Dhe jo me fjalë, po me punë. Dhe ju nuk mund të na përdorni deri tek vendimarrja dhe tek vendimarrja pastaj na thoni dilni pak jashtë, sepse ashtu është i muhabet. No. Gratë e luftuan dhe e fituan, siç luftuan dhe fituan të drejtën e votës, ashtu me vite të tëra mendoj kanë luftuar dhe kanë fituar dhe të drejtën të patur zërin në vendimarrje. Dhe mirë, po, kjo nuk ka ardhur as me një ditë as me 2, ka ardhur me shumë vite, me dekada. Dhe unë mendoj që në një botë maskiliste janë ndjerë të pasigurta. Dhe kur ndjen të pasigurta, nuk kanë as mundësinë me të mbështet dhe as më të shirën, po Nëse as kohën. Mua po m'pëlqen që ti po e zbukuron pak. Unë mendoj. Por në fakt nuk është gjithmonë kështu. Jo, nuk është gjithmonë. Sepse suportin ne japim për te kushteve në të cilat ndodhemi, pra gjendet gjithmonë një mënyrë kur ti do ta bësh atë gjë. Nuk është kështu. Unë e justifikova me botën maskiliste, por t'ja u lën peshku këtë pjesë. Ti japim Cezarit shpejt takon, po. E shëmtuar është. Pse? E di pse them që është e shëmtuar, sepse gruas nuk i mungon asgjë në qenien e saj. Pra një grua që kur lind, është me fat që është grua dhe lind e bukur. Pra lind e bukur jo vetëm fizikisht, po lind e bukur shpirtërisht. Ka favorin që e ka intelektin të vetin. Ka favorin që rreth saj rrotullohen gjithë pjesëtarët e familjes. Mundet mos të thonë kur asnjë fjalë, por një grua e zgjuar e kupton që rreth saj, domethënë është sa e rëndësishme është në familje. Pra nuk ka arsye për të ndjerë e paplotësuar. Nuk ka arsye pse të ndihet e bullizuar. Nuk ka arsye pse të ndihet e nënvlerësuar. Po ka një gjë. Po i shikoj që ndihen të pamjaftueshmërisht të lumtura.
Pra nuk u mjafton vetëm familja, ose arritja vetë, ose ajo karrierë që kanë investuar, ose unë jam dakord të duash më shumë, të kërkosh të bësh më tepër dhe të masësh forcën ku e ke. Deri ku mund shkosh më tepër. Deri ku mund shkosh. Por kjo nuk të jep ty armën, ose nuk të justifikon faktin që ta bësh këtë duke shkelur mbi dikë tjetër, qoftë mashkull apo femër. Dhe fakti që ti ke vuajtur ose ke patur një rrugë të vështirë për gjithë frustrimin që ke krijuar, në vend që do të bëj më të keqe, do të bëj më të mirë. Më të reflektueshme dhe thua prit, se unë këtë rrugën time duhet t'ja tregoj kësaj që kam në krah, që të mos bëj gabimet e mia, nëse do për zgjedhje mund t'i bëj. Por ama unë po e them, nëse ajo duhet të thot një fjalë, unë do ta mbështes. Por jo duke, domethënë edhe si kur thuhen në një tavolinë propozime ose diçka që është më e mençur se e jotja, s'duhet të gjendet motivi për ta sepse ti ke disa vite më shumë në punë, ose je më e pjekur në moshë, ose përkundrazi. Jepi një mbështetje, pse? Nga një grua bëheni 2, dhe pastaj bëheni 3, dhe pastaj ky komuniteti juaj merret më seriozisht. Dhe në fund fare, çdo propozim, çdo linjë, çdo mënyrë komunikimi ose çdo vendimarrje është për të mirën e diçkaje. Ndodh në botë, po në Shqipëri unë mendoj që ne kemi patur edhe një edukat tjetër e cila me zor po hiqet, që ne nuk punojmë dot në skuadër. E kemi shumë të vështirë punën në skuadër. Jemi shumë individualist. Dhe prandaj dhe këtu ne ndjejmë më tepër këtë pjesën që nuk ja japim dorën njëra tjetrës, dhe kur ta kuptojmë që kur të mbështesim njëra tjetrën, gjithçka do jetë më e lehtë. Shpresoj që të mos ndodhi për shumë gjatë, mos kalojnë dhe shumë vite. Se nuk ka për të bërë asnjë shoqëri më e mirë, dhe nuk ka për të bërë asnjë ekonomi më e mirë, dhe duhet të mendojmë që çfarëdo lloj gjëje që bëjmë tani, nuk po e bëjmë më vetëm për vete. E bëjmë për brezin, e bëjmë për fëmijët, e bëjmë për fëmijët e fëmijëve, pra çdo përmirësim në marrëdhënie, çdo përmirësim në strukturat e një biznesi, çdo përmirësim në strukturat e një ekonomie, të një shoqërie, çdo përmirësim në bazat e një familje, janë trashëgim që i lihen brezave, pra ti dhe genetikisht e përmirëson shoqërinë. Këtë duhet me e kuptu, se nëse nuk e kuptojnë gratë, nuk ka kush e kupton tjetër, se ne e përcjellim gen. Nuk mendoj që e kam gabim. Absolutisht. Le të flasim pak për Antonelën si food lover. Unë të kam patur në klaset e mia si një dashamirës e ushqimit, po jo vetëm, po si një person me një uri goxha të larta, saj që her pas here kemi qenë diskutime me shefin. Her pas here shefi mund vijë edhe në vështirësi. Po bëj dhe pak humor. Marrëdhënia edhe me ushqimin e di që është një marrëdhënie e bukur, e hershme, antistres, që i përkushtohesh dhe e bën me shumë dashuri. Ja, po të tregoj të një gjë që nuk e kam treguar në vende të tjera. Okej. Sepse me thënë drejtën, domethënë, mua më ka vdekur babai, më kalon shumë të vogël. Edhe ne jemi 3 fëmijë dhe sigurisht që jemi rritur me vështirësi të qenurit vetëm me nënën. Vështirësi e kohës dhe do të jo vështirësi të tëra, bashkë. Diku nga klasa e 6, më desh ta ndihmoja maman time më shumë se sa e kisha ndihmuar deri atëherë. Në kohën që ishim në shkollë, nuk është që mund ta ndihmoja te gatimi, pastaj gradualisht ma la dhe gatimi, po e kam filluar gatimin që në klasë 6. Edhe e mbaj mend si tani, ime më niseshe punë, se punët atëherë ishin me orar, dhe më thoshte mua, sot do gatuash, këtë jo, në gjallë në të porosin që të linte. Edhe thosha,
Ma trego pak si bëhet, po në përgjumë se në pikë të fëmijë klas 6. Edhe më thosh, do marrë kështu të heqërosh po sa luk una kam pak ashtu do të jetesh kaq krip kështu. Una kam edhe sot e kam shumë të ashtu këtë pjesën. Po e dëgjova një herë. Shumë të freskët. Po kjo më kujtohet se shumë e pyesë për gjellën e patate, që s'është një. Dhe unë kam filluar të gatuaj që në klas të 6. Një herë gjellën me patate, pastaj ku diun të fasulet, pastaj të bizetet. Çfarë kishte mundësia ekonomike, siç funksiononte. Me kalimin e viteve sigurisht që fillova të bëj diçka nga vetja. Dhe kuptova që unë kisha një nuhatje të mirë, kisha syrin, nuk gaboja te kripat e këto, por sigurisht që kam gatuar tradicionale në fukarallik. Ajo është të kalosh atë lloj sfide, ti mund gatuash në çfarëdo lloj situate tjetër. Pastaj kur sigurisht me vitet dhe kur informacioni ishte edhe më i bollshëm, jo vetëm që i ndjek me shumë kënaqësi faqet e gatimeve, çdo që t'jetë, por kam një kështu e shikoj, mund t'jetë super gatim, mund t'jetë edhe shumë i vështirë, por nëse mua e enzimat fillojnë më flasin, atëherë unë se s'bën do ta provoj ato. Mjafton që unë ta ndjej që ajo ka shihen që unë kam perceptuar në trurin tim, se këtë ne kemi lidhur dhe me produktet. Absolutisht. Kush është një nga ato pjatat që fëmijët tuaj ta kërkojnë shpesh herë? Edhe thonë si e bën mami, nuk e bën askush. Nuk kam ndonjë kështu të përcaktuar. Unë për shembull kur janë këto festat Krishtlindje Pashk ose Bajram se Shqyrë Zotit jemi. I festojmë të gjitha. Mjafton të kemi sebeb për të festuar. Një vit gjenë detit të mbush me gështenja. Një vit e letë thjesht të bëjmë verë të bardhë. Një herë bëj një mish që e bëj me birë, me tomate. Edhe recetat që shikoj, jo, nuk i bëj identike si që thot ai shefi. Unë e voj një gjë time se s'bën. Kjo është që mjafton që mua të më thot mundja që kjo gjoja do dalë shumë mirë. Ose mishin e egër, e gatuj shumë mirë, kam durim. Nuk kam ndonjë, domethënë fëmijët nuk kanë ndonjë gjë që të më thonë që shiko. Bëje në përgjithësi thonë të gjitha ka gatu Nela, po, i qanë. Kur është Nela në kuzhinë? Kanë dhe një të mirë, në fakt, tani meritjen janë dhe fëmijë të mirë që edhe kur nuk e godas nuk ndihen se e din që unë kam shumë problem të pjesa. E unë e marr me shumë dashuri, e kam me shumë pasion, gjithmonë përpiqem të shtoj gjëra të reja. Madje futem dhe në këto faqet për të parë nëse kanë nxjerrë diçka të re. Për të marrë një ide më shumë, se ndonjëherë të duhet dhe një ide për çfarë do bësh. Këtë vit si asnjë vit nuk kishte asgjë të re, asnjë recetë të re, ishin gjitha recetat që kishin qenë. Kur përmerrnin vendimin për të rinovuar kuzhinën dhe ishin diskutim me dikë që po na ndihmonte që po shumë e madhe, s'ka nevojë kështu, jo kaq e lartë, jo. Një debat konstruktiv le të themi, edhe dikur i thonë, dëgjoj, ti duhet ta kuptosh, thonë fjalët arkitekt, që ne kuzhinën e kemi pjesën më të rëndësishme të shtëpisë, që do të thotë. Nëse Antonela është në kuzhinë, ne jemi të gjithë në kuzhinë. O bëj mohabet, o hipim si për banaku dhe diskutojmë, ose fusim duart aty ku po gatuan. Duhet jetë ndodh aty. Lidhja ime me ushqimin është shumë e hershme, vazhdon të jetë. Edhe tani. Është bukur. Ushqimi është dashuri më vete. Dhe ajo që thash pak më parë, ajo e enzimave dhe përfutërimit të shijes është indikator edhe kur bëj prodhime të reja. Tani nuk bëjmë pak. Frymëzim janë spunto që ti reflekton në produktet e tua. Po, në këtë formë kanë lindur prodhimet e sallamerisë. Absolutisht. Domethënë se ne pa dashur këtu të bëj një publicitet për Hakon. Ne jemi këtu për të folur për historinë e Hakos. Për këtë dallojmë. Një nga dallimet që na ndan nga konkurrentët e tjerë është që kemi disa produkte. E para diversitet, po janë disa produkte të cilat kanë lindur tek Hako. Sot mund të prodhoj kushdo, po prap
Një recetë të hapës. Atë shihen e atyre produkteve tona, pavarësisht që format ja kanë kopjuar dhe paketimet e këto, se tregu i vogël edhe këto nuk e shmangim dot akoma, përsëri ndallojmë. Po shumë e bukur në fakt, ka një tjetër adrenalin që ti të krijosh, Ka. të krijuarit. Jo çdo kush ka mundësi të krijojë. Edhe ka një krijimi produkteve është një rrugë shumë e gjatë. Im shoq deri disa vite përpara ishte, le të themi, krijuesi produkteve, inxhinieri teknologu, derisa pastaj këto vajzat e reja teknologët që erdhën më tinte kështu ja morën dorën dhe tashmë mund t'i përpunojnë dhe mund të bëjnë gjëra të reja, mund të propozojnë produkte të reja. Tani jemi në fazën që duam të standardizojmë produktet crudo, se e kemi Pjesa rritur, tjetër po është është ajo që konsoliduar. tash përpara që nuk njohim limite. Me ato fillime pare kur sapo kishim filluar, kur bënim produktet e reja, se sot është më ndryshe, bën degustime nëpër supermarkete ose ke forma degustimi dhe forma për të marrë për të analizuar që nëse vërtet shija që ti po ofron në treg është brenda pritshmërisë së klientëve të mundshëm. Dikur ne këtë e bënim me sforca shumë të mëdha, se nuk e merrnim dot tamam dhe shumë shpejt nëse kishim goditur. Po. Dhe mund të shkonte, ka patur produkte që kanë shkuar dhe deri 6 muaj në provë, pra shkonte kosto shumë e lartë dhe koha shumë e lartë, dhe sigurisht që sa më e gjatë koha aq më e lartë edhe kosto, po i kemi superuar sepse i është dashur produktit për të maturuar, pra për të goditur. Se pavarësisht që ti e mbrun atë me atë shijen që ke menduar dhe i jep atij një lloj tjetër figure, një lloj shije ndryshe nga produktet e tjera ose ndryshe nga çfarë mund të ketë ngjashme në treg, përsëri e duhet ta gjesh pikën atë pikën kulminante ku ai puqet me shijen e klientit, që është sa sfiduese, aq edhe e bukur. Dhe kur ajo gjendet, aty ne i themi u vendos standardi. Pra, ky produkt stopon, standardizohet, është në këtë formë dhe nuk ndryshon për asnjë arsye. Ty përcakton dhe suksesin në një farë mënyre. Patjetër. Dhe kur themi që nuk ndryshon për asnjë arsye, nuk varet nga sasia kripus. Fillon që nga standardizimi i lëndës parë. Pra, lëndën e parë për çdo produkt, ato kanë një standard të përcaktuar të lagështisë, të yndyrës, të çdo lloji përmbajtje fiziko-kimike që ka lënda parë. Pra, fillon që atje. Dhe pastaj të tëra analizat e erëzave dhe kështu me radhë. Asnjë gjë nuk lëviz, sepse nëse lëviz standardi lëndës parë, produkti të çdon në fund. Pa diskutim proceset, pa diskutim proceset e tharjes, të stazionimit dhe të gjitha të tjera, të kohës që ati duhet përpara se të futet në paket, por i gjithë zinxhiri ka një standard të përcaktuar, të cilin ti nuk ke nevojë ta shpikësh. Mbas kaq vitesh eksperiencë, produkti të ta tregon. Pra le të themi që ai të flet dhe të tregon kur është gati, ose të thotë që mos më nxjerr në treg sepse nuk jam gati. Shumë e bukur kjo. Madje ka edhe një kështu një ti bësh me produktet, pastaj ke një lloj lidhje shpirtërore. Më thon, unë kam kujtohet shumë vite përpara, kisha shkuar tek Daja në Berat edhe kisha çuar disa produkte. Dhe ishte njëra nga vajzat në shtëpi dhe ke parasysh tani ajo ndoshta e bëri natyrshëm ose pa dashje, po e hapra të çantën dhe po i vinte në frigorifer pa ndonjë kujdes të veçantë. Si një produkt. Po, dhe pata një lloj dhimbje, me sinqeritet, se ma kanë thënë dhe të tjerë që
e kemi më të lehtë të na shajnë për diçka tjetër se sa të na kritikojnë për produktin, pa të një lloj dhimbje për atë produktin që nuk ta them. Do t'ja thash, dëgjoj thash, nëse nuk të pëlqejnë, të lutem i kthe, por ashtu mos i hidh. Se di si më duket arsi po mbie me shpulla fytyrës. Sepse produkti në një farë mënyrë është krimi yt, pra, është si fëmia yt. Po, dëgjoj, ai është qenie gjallë, siç është gota e verës, që është gjithkohës ushqim, që gjithkohës është qenie, që ti fletë, ashtu është dhe çdo lloj produkti tjetër ushqimor. Pra ka ai që e prodhon, por dhe konsumatori që i beson për ta konsumuar ka një lloj lidhje. Flasim për çështjen e energjisë pastaj, për energjinë që ti transmeton atij produkti. Është edhe kjo. Shpesh herë kemi diskutuar në lidhje me shefat që kur shefat nuk janë mirë emocionalisht, receta e tyre nuk del si gjithmonë. Si mama. Pra, është fiks energjia që ti transmeton atë çfarë je duke bërë. Pyet po ti thuash mamave që ore se çfarë ka, të njëjtën gjell ka gatuar. Të njëjtën sasi, të njëjtën recetë. Dhe ajo do të thotë për shembull që kam qenë pa terezi ose nuk kam qenë mirë dhe ka transmetuar pa diskutim që tek shefat ndikon shumë më shumë. Po kur na ndikon ne tek një gatim familjar mendo atyre. Kështu që ndodh me produkte. Bën diferencë kur themi që e kemi bërë me dashuri. Me dashuri, bën me dashuri. Po, atë është e vërtet. Dhe mund të ta përdorin kështu si slogan në reklamash, e kemi punuar me dashuri ose kemi bërë me dashuri, po në fakt kur ti e prodhon, je vetë prodhuesi dhe e ke kaluar këtë ciklin dhe e ke parë që kjo është e vërtet, e beson që vërtet sidomos çdo lloj pune duhet bërë me dashuri, po produktet ushqimore në vetvete, si është dashuria për nipin, si ndryshon jeta? Është më e fortë se dashuria për produktin. Po kjo është sigurt, po edhe për produktin fillestar, për atë që është fëmia në këtë rast. Është ndryshe. Ne mamat tona gjyshet kanë peston mjaltit, kurse unë mendoj kështu. Dashuria nuk mund të krahasohet. As nuk them që i dua më shumë se fëmijët e mi. Unë bazën e krahasimit e kam problem një çik. Mund të jetë edhe çështje, po, nuk matet. Dashuria nuk matet, thjesht është, jepet. Por një prit ose për fatin tim, se sot është tamam thjesht me fat që të bëhesh me nipër dhe me mbesa, vinë në një kohë kur pjekuria qofte moshës, qofte biznesit, qofte karrierës, qofte marrëdhënies tënde dhe të kuptuarit me jetën, është në pikën e vet më të mirë. Dhe atëherë kur vinë, të ndryshojnë jetën. Pra, ty të fillon jeta nga ti ke dhe gjithë dashurinë e botës dhe eksperiencën për t'ja të fillon jeta nga e para. Pra, ti fillon rinohesh dhe një herë duke menduar për gjumin e tij, për shëndetin, për shkollën, për të ardhmen, duke analizuar intelektin, sjelljen, karakterin, gjëra që me fëmijët e tu, jo se s'ke dashur t'i bësh. Nuk ke patur mundësi ta bëje. Ne ja kemi vënë kohës, po kemi qenë të rinj, sa dinim ne. Dhe nuk e qenë konsciente. Po. Unë them një gjë në fakt, them që niprit dhe mbesat janë për të dhënë dhe njëherë shansin për të prindruar dhe njëherë. Unë thash pak më të modernë. Në kohën pra kur ti bëhesh prind, je në një kohë lufte, të ndërtuarit jetës, të vazhduarit përpara, të gjeturit balancën me punën, me fëmijën, me familjen, me veten, je në një rend që në një vrap, në një maraton që hyn në atë cikël dhe nuk ka të ndaluar për një kohë të gjatë. Shpeshherë se kuptojmë që ju imponohemi fëmijëve sepse i duam që të bëhen, nxitojmë. Ata ndërkohë e duan kohën e vet për të bërë. E duan kohën, e duan edhe pranin tënde, edhe kohën fizike, po duan edhe durimin që ti të ndërtohen, që të bëhen. Kur jemi të rinj, nuk arrim do të avon, kurse me niprit ke gjithë kohën e mundshme, gjithë pjekurinë e mundshme, i analizon ndryshe, kujton. Prandaj është një dashuri shumë e veçantë, dhe një përkujdesje
plus që kanë një, nuk di të them, domethënë të sjellin një lloj afeksioni të cilin ti e ke haruar që e ke brenda vetes. Që ishte. Domethënë të sjellin një lloj kështu. Më vërtet është fat. Është fat që ta shijosh dhe është fat i kesh. Serioz. Se siç ka ardhur dhe siç po rriten dëgjojmë. shumë shpejt si gjithmonë. Përveç se që rriten shumë shpejt, por të rinjt kanë filluar ta skipin këtë pjesën e të bërit fëmijë. Dëgjoj plot raste që thonë, no, si jemi gati, no, edhe pak, no. I është prekupimi madh, është përgjegjësi shumë e madhe. Unë mendoj që fëmia me jetën e kujto sjell një mbarësi të paparë. Është si angjëll. Mëson ta menaxhosh, mëson t'ia dalësh. Vetë se për vërtet sjell mbarësi. Vërtet sjell mbarësi. Mirë po t'ja u thuash të rinjve tonë. Ka ndryshuar kohës. Seriozisht e ke thënë. Nuk është më e thjeshtë. Sepse duam vetëm pak më shumë, mendoj unë. Sot jemi më egoist. Se dino se është thjesht e dashura e vetes. Jemi më egoist dhe nuk duam të heqim dorë nga gjërat tona, sepse është në një farë mënyrë është të heqësh dorë nga shumë çka e jotja për t'u përkushtuar. Nuk do heqësh dorë, po do përshtatesh. Do ndodh paralelisht, por nuk është njësoj. Jo. Absolutisht. Nuk do të jetë më kurrë njësoj, kështu që prandaj pa diskutim, por mund të jetë edhe më bukur. Po, këtë e dim ne. Mund të jetë edhe më bukur, mund të bëhet jeta edhe më sfiduese se kur je vetë. Ka një merr tjetër kuptim. Merr kuptim në fakt. Prandaj po them që nuk duhet t'ja nënshkalojnë. Është shumë e rëndësishme. Trashëgimia në fund fare vim në këtë jetë dhe ne jetojmë nëpërmjet trashëgimtarëve, nuk jetojmë se do jetojmë sa mali. Absolutisht. Rikthehemi prapë te gastronomia. Te pika ime e dobët. Unë di që ju po ndërtoni agroturizëm në zonën e Përmetit. Fideratës. Nuk e di në çfarë faze është, besoj që është drejt fundit. No. Apo jo? Ka përfunduar kantina, një pjesë e vreshtave, faza e parë hotelit vogël. Po punohet intensivisht në të gjitha krahët, po është një vepër shumë ekologjike, që do të thotë shumë dashamirëse me natyrën, pa dëmtuar asgjë përkundrazi. Aty jo vetëm që nuk është dëmtuar, është ruajtur bimësia e zonës, por është edhe shtuar, janë mbjell përveç se vreshtave janë mbjell uri nga grume, po. Dhe është një zonë që ka të punësuar që nga Gjirokastra, nga Tepelena, nga Përmeti, ka zhvilluar dhe këtë pjesë. Është punuar me shumë kujdes që të mos dëmtohet asgjë, absolutisht. Është shfrytzuar vetëm gjithçka që ka patur zona, gurin, pa prekur, se s'diskutohet që nuk çdo gjë me lëndën e parë të natyrës atje pa e dëmtuar, përkundrazi, duke e rregulluar ato që dikur janë prishur për arsye të ndryshme të ndërtimeve të rrugës, të lumit. Sa dorë ka Nela aty? Fare. Absolutisht. Këtë nuk e prisja në fakt. Jo. Aty prisja që t'ishte fryma jote, sido që t'jetë. E ndjek sigurisht me shumë dëshirë. Edhe si them jam edhe entuziaste, po edhe krenare për bëni një goxha investim, për investimin që po bëhet. Po, pa diskutim. Edhe e friksuar. Po, është normale. Sepse është një sfidë shumë e madhe. Është sfidë më vete. Por kam bindjen e padiskutueshme që në përfundim ajo do jetë një nga gjërat më të bukura, jo vetëm të zonës, por në të gjithë Shqipërinë. Dhe do jetë merita jo vetëm e vendit ku po ndërtohet, pra e zonës gjeografike dhe e klimës dhe mënyrës se si është pozicionuar,
por e mënyrës se si është projektuar dhe se si është ndërtuar. Pra, totalisht. Për filozofinë që edhe për filozofinë, por është shumë eco-friendly. Është nga veprat që kur të përfundoj, për mua duhet të merret si shembull që si duhet ndërtuar një agroturizëm. Ndërtuesit duhet të jenë ndërtues, jo shkatrus. Pra, bashkë me veprën duhet të ndërtojnë dhe gjithçka që kanë rreth e përqar, pa e dëmtuar. Pra, filozofia e sa që thash më parë, ne jetojmë nëpërmjet trashëgimisë që i lëm brezave. Pra, thuhet që emri, se familje, se ajo që përcjellin dhe ajo që lëm është ajo që do na peshojë në fund. Sigurisht që njeriu ka një filozofi të vetën mbi të cilin e ka ndërtuar jetën dhe me mënyrën se si jeton, si ka marrëdhëniet me njerëzit, marrëdhëniet me fëmijët dhe mënyrën se si suporton dhe rezaton rreth vetes dhe rreth gjithçkaje me të cilën bashkë vepron. Pra, unë i besoj kësaj filozofie, që mënyra se si ne punojmë, se si shtrihemi, se si komunikojmë me gjithçka, edhe me natyrën, është ajo që do të trashëgojmë pastaj brezave. Edhe pa folur ne trashëgojmë. Dhe në fund fare është një shprehje që thotë fjala vetëm tregon, shembulli edukon, kështu që në fakt kjo është edhe një nga arsyet që përveç dashamirësisë që e përmendëm edhe në fillim të këtij podcasti, ishte ajo çfarë ju transmetoni. Shumë njerëz bëjnë biznes, absolutisht. Dhe në Shqipëri, sfundmi, bëhet biznes në të gjitha format dhe në të gjitha mënyrat, por ajo çfarë unë vlerësoj dhe ajo çfarë unë mendoj se vlen, është vlera që transmetojmë në komunitet dhe në shoqëri. Sepse shifrat në fund të ditës, në fund të muajit apo në fund të vitit, kur ndajmë dividendin, nuk i intereson askujt tjetër përveç se personi që ka biznesin. Ndërkohë ajo çfarë transmetojmë përtej kësaj është ajo vlera që ne përcjellim në mbar shoqërinë dhe në mbar komunitetin ku jetojmë. Dhe të bërit biznes dhe të qenit njëri suksesshëm, unë mendoj që është transmetosh vlerë. Është dhe një nga pikat, një nga standardet që ne kemi në punë, kompani, është që vizioni dhe misioni i kompanisë marrin vlerë kur të gjitha hallkat e kanë kuptuar atë dhe arrin ta transmetojmë në fund fare. Çfarëdo që neve bëjmë, çfarëdo për kujdesi që kemi për produktin, për burimet njerëzore, për investimin, për higjienën, transmetohen në një paketë. Pra klienti ty të njeh nëpërmjet asaj paketës. Dhe nëse ti je zgënjen, tregon që gjithçka që ke folur nuk është asgjë tjetër, vetëm një gënjeshtër dhe biznesin e ke ndërtuar mbi një kështu kështjellë rëre, pra që dikur do shkërmoqesh. Nëse ti reziston gjatë, nuk reziston se si i ke mbushur mendjen klientëve, konsumatorëve që je më i miri, jo. Ti nuk i ke gënjyer. Ti ke thënë atyre gjithkohës të vërtetën për atë që ata do blen. Dhe në fund fare ju ka thënë faleminderit që më keni zgjedhur, sepse pa ata ti nuk ekziston. Pra, çdo lloj standardi ne na përcillet atje, por unë mendoj që përcillet edhe në mënyrën se si ti ndihmon komunitetin, në mënyrën se si ti trajton punonjësit e tu. Dhe kur themi trajton punonjësit, nuk është paga trajtimi punonjësit, paga është detyrimi për punën që punonjësi kryen dhe ke detyrim ligjor. Trajtimi punonjësit është sigurimi i transportit, sjellja me respekt, faktin që për sa kohë është brenda dyerve të kompanisë ti nuk lejon të cënohet respekti që ti krijon ndaj punonjësit tënd. Por ti nuk lejon të cënohet
as fizikisht jo, por as të fyhet ose të denigrohet ose të bullizohet. Sepse në fund të ditës ajo është fakti që ti kujdesesh që ai të jetë me uniforma, fakti që ti kujdesesh që të mos ketë lagështirë në këmbë, fakti që ti përpiqesh që ti ofrosh një ushqim të mirë dhe cilësor dhe për më tepër të ulet të konsumojnë ushqimin si njerëz, pra moment në restoran me të gjitha kushtet dhe me të gjithë shërbimin që meriton. Fakti që gëzojnë të drejton e lejeve të zakonshme, fakti që ti përpiqesh her pas here ti bësh një fest ku ata përveç se të gëzojnë dhe po dhe edhe të rinë dhe të bisedojnë dhe të komunikojnë me njëri tjetrin, pra janë shumë element që bëjnë të tëra në një standardi të kompanisë, mënyrën se si ajo reflekton, transmeton dhe ne e kanë edhe mama tona, e kanë dhe mama tona, po të mos jesh mirë në shtëpi, nuk ke pse shitesh jashtë, sepse e mira e shtëpisë është ajo që të transmeton të vërtetën edhe me komunitetin. Kishe një këshill për vajzat sipërmarrëse? Kjo pjesa e këshillave është bërë kështu si mbase është bërë klishe, por është dhe ajo që e domosdoshme dhe e nevojshme nga njerëzit që ti vlerëson. Ja vetëm vajzave apo në përgjithësi? Po, të thash vajzave duke parë ndjeshmërinë që ti ke kundrejt vajzave dhe duke qenë se ti përfaqëson dhomën ekonomike të gruas. E di çfarë mendoj? Mendoj që përpara se të nisin një biznes, të mos mjaftohen vetëm me shkollimin që kanë bërë, ose vetëm me dëshirën apo ëndrrën për të bërë diçka ndryshe. Në përgjithësi, vajzat janë të guximshme dhe nuk e vetmja gjë që i step akoma është që nuk kanë mbështetjen e mjaftueshme. Edhe nga bashkëshortët kur janë të martuara, por edhe nga baballarët kur janë në shtëpinë e prindërve. Sepse tash është rrjedhë bisedës që bëm pak më parë, vazhdojmë ta kemi këtë pjesë. Nuk e diskutoj fare që përpara se të nisin biznesin bëjnë një research. Vetëm duhet të kenë një gjë parasysh. Qofshin vajza, qofshin djem, tani po dal nga dhoma. Suksesi një biznesi nuk matet në vitin e parë, as në të dytin. Kërkon disa vite që të piqet, të paktën një 5 vjeçar, që do të thotë, brenda këtyre 5 vjetëve do ketë sfida të paplanifikuara. Do ketë dështime për të cilat edhe mund të qash, por nuk duhet të pendohen. Sepse janë të biznesit. Dhe të dorëzohen. Nuk duhet me u dorëzu. Ama, mbas çdo sfide, duhet bërë një analizë e thellë. Dhe nëse shikohet që jo prej aftësisë, po prej le të themi faktorëve të tjerë që nuk varen nga ato, që mund të jetë janë më shpejt se sa kanë vrapuar, më shpejt se sa koha, pra nuk i ka ardhur koha. Janë më larg pamse, pra duhet të presin disa kohë. Përgjithësi këto biznesesh nuk dështojnë. Ose ta diversifikojnë biznesin, ose të ngrihen prapë dhe të gjejnë ta rimodelojnë një pikën kyçe, fjalën kyçe, rimodelimin. Pra, të mos e marrin si një të mirë qenë që momentin që u hap, ky do të jetë i suksesshëm, për të duhet flasin revistat, televizionet, mediat, rrjetet sociale. Jo. Asnjë media nuk do të flasi kurrë për asnjë lloj biznesi dhe ca kohë, sepse e tillë është fryma në të cilën për fat të keq ndodhen mediat sot dhe rrjetet sociale sot. Të mos e masin suksesin me këtë. Ta masin suksesin me bindjen e vet dhe me aftësinë e vet. Frika do jetë gjithmonë aty. Është pjesë e njeriu, nuk e largon dot. Do jetë gjithmonë aty. Edhe atëherë kur thonë që sa grua e guxim. Frika.
aty është. Ti e di se ç'do. Edhe kur ta thonë që asa ti e grua e fortë, e grua e kucimshme dhe ti shikon okay. E gati ti thua që po, unë nuk jam mali, jam njeriu. Ta aty brenda e kam edhe frikën, edhe pasigurin, edhe dyshimin, por për fat të mirë kam forcën për ta analizuar dhe për ta përballur, për ta mbajtur në nivele. Po, të presin jo duke ndonjur, por duke analizuar që t'i japin forcën. Ato që kanë menduar e sigurt që do ndryshojë rrugës, do vënë gjëra të reja, do gjejnë forma të tjera, do shohin bashkëpunëtor të rinj. Po pastaj duke punuar mendja se shqyr Zotit e kemi mendjen kot, nuk thon mendje femër. Do t'ju shpiki gjëra të reja. Po e kanë menduar 3 këndore, po do ta bëjnë dhe 4 orë. Se prandaj dhe jemi grase. E kemi gjithkohës trurin që na punon, që na shpik, që na bën dhe lulen, po na bën edhe që improvizon dhe nga situata deri aty ku ti do të ndrysh. Por nuk duhet të rendin tek fitimi maramëndës që vitin e parë, vitin e dytë. Bizneset e konsoliduara duan vite të t'japin ato që ti mendon, dhe nëse e ke nisur biznesin për këtë, ke për gabim. S'është ajo baza mbi të cilën patjetër. S'është ajo arsyeja për të cilën niset biznesi. Niset për të realizuar një ide ndryshe që mbas disa vitesh ty do të bëj një figurë që ke sjell diçka të re, një figurë serioze, një figurë për të marrë shembull. Dhe kur merre shembull, nuk merre shembull se fiton shumë para, por merre shembull sepse ke seriozitet, ke këmbgulje, lexon, analizon dhe ke guximin për të shkuar përpara. Antonella, të falenderoj përzemërsisht. Ishte kënaqësi. Për prezencën tënde këtu, për gjithë eksperjencat që i ndam edhe së bashku dhe për gjithë mirësinë që rrezaton dhe profesionalizmin gjithashtu, dhe për gjithë vlerën që i përcjell kësaj shoqërie. To falenderoj. Më the gjëra shumë bukura tani në fund për ta mbyllur që të më emocionosh. Ishte kënaqësia ime, në fakt kaloj ora kështu pa u ndjer. Edhe le të themi që biseduam për gjëra dhe për detajet që nuk i kam biseduar më parë. Që është bukur që pasi ti sjellësh në ishte bukur vëmendje. Ishte bukur vërtet. Kënaqësi. Faleminderit.